tona të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni. Nga Vlora, urdhroni. Sa buletini po më thohet një rrugë e re këtu. Më para është folur që do bëhej e gjerë. Po tani si është? Ka ngelur ashtu si që ishte, vetëm se kanë filluar që të mëtojnë edhe ase kanë zjeruar, ase kanë bërë, kanë nën ashtu si ishte. Kërës që punohet me kritere që jashtë normave fare si rrugë. Pse mendoni që punohet jashtë normave? Duhet jemi specialist që ta themi këtë gjë, apo jo? Po? Si? Duhet jemi specialist që ta themi këtë gjë. Nga niseni që thoni nuk punohet. Edhe nga ky fakt se në atë rrugë kalojnë tubo uji, këputen, ngelen lagje të Vlorës, ngelen pa uji. Po ky është qetësimi, po faleminderit që është qetësimi që kishit e sollët në emisionin tonë. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Tërë presim dikët. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni. Mirëmëngjes. Urdhroni, zoj, flisni. Po doli tjetri atje sa të flasë. Atëre presim dikët tjetër që është pak me i kthjellët kur i bie telefonit. E kupton që nuk do të dëgjoj vetëm televizor, por të flasi si me një telefon të zakonshëm, për të mos u ngatruar nga zëri që shkon me vonesë nëpër ekrane nga antena në antenë. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni. Jam një banor nga Gramshi. Nga Gramshi, po? Po. Dua të diskutoj një 3 probleme. I pari, do t'i them, kemi pasur një deputet Damian Gjiknori, po, është ministri. duket as gjikundi, ka marrë 2 mandate rresh këtu në Gramsh. Po tani është ministër apo jo? Tani është ministër, ka mashtru popullin e Gramshit, ka ikën në Vlorë, nuk e di ku është tani, të mashtrojnë ande prap. Për fat mirë u bë ministri i energjisë elektrike, na ka premtuar të ulin të heqin TVS-n e energjisë. Tashi unë po paguaj energji nga 20.000 lekë që pa të paguar, po paguaj 35.000 lekë. 1 kilowatt energjie e pa të paguar me 7 lekë, po e paguaj me 95 lekë. Do me thëmë, si unë që harxoj 200 kilowatt edhe 1 kilowatt, për atë energjinë e paguaj me çmim më shumë të lartë. Po, ky është problemi i parë. I dyti. Tjetër, televizori, TVS këtu s'ka, TVS-ja s'ka asnjë lloj sinjali. Nuk ka sinjal televizioni publik, po. Paguajmë 1.000 lekë kot fare, unë s'do ta shikoj televizionin TVS. Edhe prap këtu, edhe sikur të duash këtu s'ka fare, s'ka sinjal. Atëre përse paguhet kjo taksë të mirë? Në të dyja fusatat ka thënë që do heq taksën e TVS-s. Do heq këtë, do heq këtë, në gjithë ka bërë, ngriti energjinë. Mashtrovi mirë këtu dhe ka ikur në E tham këtë, tjetër kishit 3 probleme. Ashtu, e tjetra. Duhet i themi qeverisë e Digjeram, i thrasin leq s'ka kohë me mbaroj mandati ti. Ka bërë këtu emërime rilindas vetëm mësus. Mësus në hipoteka, zyrë, ku duhet inxhinier topograf. Mësus dërmajet ujrave. Mësus në uzirën e Shamsit, ku duhet inxhinier mekanik. Mësus kudo mësus, atëre shkolla zgjata vetëm për mësus tjenë. Mos tjenë as për inxhinier, as për ekonomista, as për gjëjës. Mësus, rilindas e qajtia të futën të në drejtus dhe ka marruar punë e në shkëlqyre me ekonomi, me zhvillim vendin e të gjitha. Po unë ju falenderoj që sollët këtu në nënvizimet tuaja në këndvështrimin tuaj. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, o dhe bashkim. Urdhroni. Mas kas nga parlamenti dyje Po? dhe duke dëgjuar dhe zotin Rama dhe zotin Berisha në qesin e Lulzim Berishin që është liruar nga burgu. Nderuari bashkim, nderuar gazetar, nderuar gjithë mendja juaj, kush më dëgjon si shqiptar dhe gjithë bashkomat e mi brenda Republikës e jashtë Republikës. Urdhroni, flisni. Tani kush e mba përgjegjësinë që njeri thot që e ke liruar ti dhe tjetri thot jo, nuk jam unë, po je ti thot. More këta politikan
A kanë mend, more, kanë mend këta që neve që jemi jashtë parlamentit, mos kuptojnë këta që neve jemi një lolo me një fjalë. Kështu që unë them që zoti gazetar, i lutem ambasadorët amerikan që në mënyrë urgjente edhe njerë që Sali Berisha të shkoj pa drejtësisë, ose ai gjyqtar apo ai prokuror i ka lëshuar atë Lulzim Berishën nga burgu, se ai të shkoj zvendësoj në njëherë atë. Nuk mund të duam na ne shqiptarët apo jo, më the ti të thash unë jetë ti apo jam unë. Ne duam një shtet ligjor, duam një shtet demokrat. Po, unë falenderoj dhe juve që sjellni mendimin tuaj dhe dëshirën për një shtet ligjor, për një shtet demokratik. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo? Urdhroni, ju lutem. Mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Do flisni zotëri, urdhroni. Mirë Bashim. Urdhroni. Kisha i hallë, kam fillu të qesë me vete. Pse? Kam fillu të qesë me vete, Bashim. Pse po qeshni me vete? Çfarë ju ka ndodhur? E që historie, Bashim, që vetëm as vetë nuk e marrë vesh. Janë bo ndarjet e tokëve në fermë Suksit. Po? Edhe 96-ën, ishim dora 2 me që morëm, kur vje funi gjeta që atje merë letra për president, thot, nga zyra e regjistrimit atje. Kupton? Po? S'po kuptoj asgjë deri tani. Cili është problemi? Nga kanë ndonë nga 2 me 400 metra. Po pra këtë morëm vesh që ju kanë dhënë një tokë. Po ku është problemi këtu? Problemi është që më ka rëzduk nga ferma Suksit. Gjëvi? Qaloj bëhet peshte mëdhej, du në morë tokën atë në Hamale. Kupton? Dhe ju kanë hequr pronësin? Ndihe më që ka heqë, thot nuk ke egzistu fare, thot në fermë Suksit nuk njivesh. I kom qut gjitha, kom morë avokat. Të duhet marë avokatun. I kom qut avokat, kështu certifikat familjare, certifikat me antë avokatit. Kushtë e që nga e dina jo, që është ardhë me vetë nga zyra regjistrimit, më akuzoj, le rrit të punu. Të punu gjithë jetë në fermë Suksit, nuk i stonë, thot, një. Edhe e dyta, thot, ajo tokë është ndarë gabim. Gjodi? Nga e dikat ato që ka 20 vjetë toka, mas 20 vjetë takon direkt, Bashkim. Nga takon direkt. Po ju nuk e kishit regjistruar që në atë vit që e keni marrë? Po i me jenë registru me tapi, jo tapi, letër... Po, se tokë në përdorim ka qenë, po. Po, në përdorim, po, të të heqin, të të thonë që nuk je nga duke, që nuk je gazetar. Qartë. Kuptot, është skandal më i madh në botë. Po, unë falenderoj dhe juve që sjellni hallin tuaj këtu në emisionin tonë. Urdhroni. Përshëndetje, Mirëmëngjes. Urdhroni. Ma shkas me i paraforci për lirimin e Lulzim Berishës. Po? Tashi Saliu i ka hemur qajiret dhe ka dalë pension. Akoma me Saliu në i. Mirë, a i thot mendimin e ti, apo jo? Po thot mendimin e ti, pa i nuk është rregull për mendimin tim, sepse Saliu duke qenë deputeti thjesht, nuk mund të bëjë gjitha këto lëvizje që bëhen nga, sepse mendimin tim dore ka shteti. Qa i mungon që dhe rrisht, numrin e deputetëve e ka dhe t'i bëj gjërat ashtu siç duhet. Po, kaq kishit. Kaq kisha. Vazhdojmë me të tjerët atëre. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo. Urdhroni, ju lutem. Flisni pra. Zotë Bashime? Po, flisni. Ja. Unë një zërin e televizorit që ose doni të vazhdojmë bisedën normale. E kom larkë televizorit. Po, ju pengon, ju se shikoni, ju po vënojeni në përgjigjet tuaja. Urdhroni. Ja tash. Dikur kom lexu që një shkrimtar o diqa. O zotri, largoni dhe më larg nga televizori. Si që shikoni, po ngatrojeni. Po bëni shumë pauza, shumë eshtje. Urdhroni. Edhe ka shkrujt, Po? parti ku do t'i gjejmë rënjë tuja.
Po, se ju kujtohet ky varg? Më kujtohet se unë sot do themi drejtësi ku do t'i gjejmë rojën tuja. Ku do t'i gjeni sipas jush? E dëgjove? E dëgjova, po ku do t'i gjeni sipas jush? Gjo. Hetus. Prokuror. Gjykatës. Përmbarus. Që të gjithë jenë të korrupturëm edhe janë lidhë me gangsterat. Do të themi në diçka tjetër. Po vetëm largohuni nga televizori, Po zotëri. kam shumë largë, më. Po jo, pra ju pengon, nuk e dëgjon që me vonesë po flet. Mos dëgjoj veten, vëlla. Se duke pritur që të dëgjoni veten tuaj atje, vënojeni dhe bëni pauza të panevojshme. Zvaritet mendimi e të tjera si këto, apo jo? Presin dhe dikë tjetër tani. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Ju lutem, flisni. Alo, Flisni, zotëri. jem një banor nga frati Shqipën rrethit Matit. Nga Mati, po, që cili fshat? Nga frati Shqipën Po, urdhroni. të rrethit Matit. Flisni. Cili është problemi që sillni? Kam 3 sheshje për të gritur. Filloni me radhë nga e para. Nga të pas kemi ujtë pishë. Po, Dhe ka 25 vjetë demokraci që ne e bujmë nga ujtë e pishën bëjmë me gomarë. akoma me gomar me ujin Po. për në shtëpia E tua. dita. Po, Kemi, është bo në 95-96 një rezervar i mas në shatë Shqipën dhe është vepre e ty dhe rrethit Matit. çfarë është? Një rezervar. Po, çfarë, ku është problemi? Problemi është se ka 5 vjetë që nuk i nxjerr pike ujë gjatë verës. Po. Pra rezervuari është bërë, po nuk sjell ujë, po. Po nuk kemi ujë, se nuk është prim bomba, një vjedhën bomba të fshatit Shqipën. Qartë. Po, e treta kom një pensionisti, kom dalë në vitin 2000. Edhe? Edhe nuk nga në gjyhen pensioni mua për një mjenë, bëgjatet për shishit. Faleminderit edhe ju që sillni problematikat tuaja, mund t'jepi pak më të qartë në ato që themi, në mënyrë që edhe ne të bashkojmë dhe zërin tonë si gazetar për të sensibilizuar për zgjidhjen e tyre. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Zoti Bashkin, Mirëmëngjes. na zarë dhe u flasë, zarë dhe fjellë. Po, flisni. Marrë shkas edhe nga ka paraforcit, flati gjithmonë për politik, për Berish, për Rama, për Shejtan e djallë. Nuk flasin për hallet e përditme që na njajnë neve. Po, Këto ditë për ditë po vjen në ato tërmjetet. vazhdojnë, si është situata në Zharës? Vazhdojnë ato? Situata është mërëm prap në ora 10, sot më gjithë në orën 5. Përsëri ka pasur shpërthime që të rëndisin. Media, qa ben? Të gjithë ata komuniteti. Ku janë deputetët? Flenë gjumë, flenë mbi letra tona, flenë mbi vota tona. Po, është një problem Prandaj të ju lutem rëndësishëm, po. Po pa di mundësi të gazetarë tuaj të vinë, të shikojnë, të rrinë. Ku dilet sot në këtë të ftohtë, që kanë ngrirë të vishë të shikosh, të dalësh me fëmijë të vogël 2 vjeç apo 0 vjeç, të dalësh për jashtë, turbi botës. Po, unë ju falenderoj që sillni një problem tepër të rëndësishëm të kësaj zone. Është një problem i ngritur shpeshherë edhe dje në parlament u fol për këtë çështje, por situata është e tillë siç thotë qytetari, një situatë e cila meriton të ndreqet. Urdhroni. Alo. Mirëmëngjes. Urdhroni. Alo, Mirëmëngjes. mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Unë jam një banor i Durrësit Po, në pension. po. Kam një problem me Alt Telekomin. Cili është problemi që doni të thonë? Problemi im është ky. Kam një kontratë me ta, kam ja 3 vjetë që kam një kontratë.
Para 2 vjetësh bëra kontratës e zakonisht, më ofrojnë sudhurat një Champions për ca kohë, pastaj më kërkojnë para, pagova dhe ato 3.000 lekë të shtesë, më japën një 5-6 fletë për para, firmosa aty natyrisht, po mbusha afatin, bëra një kontratë, po me këta, po pak më të vogël, se ishte 32.000 lekë, jo, ishte shumë e madhe, bëra një kontratë më të vogël. Tani që bëjnë, më thonë, je i penalizuar se ke prishu kontratën e parë, dhe ke bërë të dytën, po me ata e kam bërë kontratën. Në tjetër ko, mërëm që kulmi fare, më heqin telefonin. Do më dhe ne jemi 2 pensionista, na penalizon al telekomi se kontratën e kam po me ata, me heq dhe telefonin, me heq urgjencën, unë nuk e kuptoj dot këtë lloj komunikimi e një pronari me klientin e vetë. Nuk e kuptoj dot. Më kam penalizuar një 90.000 lekë të vjetra, tash për rrezik do më penalizojnë prapë, se marr vesh të punë se si mund të komunikohet kështu klient pronar apo pronar klient. Këtë doja ta bëja publike, ndoshta nuk jam vetëm unë, mund të kenë dhe të tjerë probleme të tilla me Telekomin se kam dëgjuar në pak shqetësime. Por kjo është kulmi fare, do të heqin telefonin, nuk arrit dot ta kuptoj, të heqin urgjencën 2 pensionistëve. Po e qartë, unë ju falenderoj dhe juve që shqetësimin që keni e sjellni këtu. Urdhroni. Tito. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes bashkë. Urdhroni. Unë ka marrë dhe një herë më përpara, para ja 6-7 muaj se më shumë, po nuk i dihet Cili është ka problemi? mundësi ku rrudha, kur i hoqi këto punëtorët nga puna, dhe i za vetëm një herë një kët nga paketa dhe 5 muaj të tjera nuk i za më. Si e kishin marrëveshjen? Marrëveshja ishte që kur të diste punëtori nga puna, për sa vite kishte punu, do t'i jepshin një paket në çdo vit 100.000 lekë. Kurse këta i dhanë vetëm një herë dhe 5 muaj tjera nuk ja dhanë, që unë duke ditë dhe burri për shembull se ne jena pensionist, ku shkon këto lekët? Kush i mori këto lekë? Ndërmarrja vet apo s'ka shteti me i dhënë punëtorit që e qiti para kohë 2 vjet me i pa punë? Qartë, unë ju falenderoj dhe juve që hallin që keni ja besoni emisionit tonë. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes i bashkëri. Urdhroni lutem. Përshëndetje. Flisni. Ju ujë për emisionin. Faleminderit. Në të thonë drejtën ndërsa dëgjova një emision pak më përpara dhe bëni thirrje njëri që të gjithë burgosit duhet të largohen nga burgu tani me mashtrimit të Berishës. Për arsye se një qeveri 5 veta nuk ka se si të lirohet sipas atyre dhe një drogazhit që merr drogë 10 vjet burg. Dhe me këtë sugjerim që dëgjova unë, do thonë drejtën po bëhet e frikshme, po thuaj se nëse lirohet burgosin në këtë formë, Shqipëria është sinqerisht në rrezik. Dhe këtu duhet ndalet e gjithë njerëzit, do të gjykoj politikë, sepse gjithë politika e bën. S'është prokuroria. S'është asnjë në mënyrë kategorike prokuroria është në duart e politikanëve dhe kjo vërtetohet çdo ditë. Këto nuk ka nevojë as për vetting, as për ligje, as për kushtetot. Këta ka politika. Të gjithë, se të lirohet i vras 5 veta në dorës, apo se di se sa, dhe të mos e posishëm vetën, me thonë vetën për tarkesh. Faleminderit që në gjuhet në Europaf. Faleminderit dhe ju që sjellni mendimin tuaj. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni lutem, flisni. Bashkimin dhe. Po bashkë po flasim zotëri. Bashkim. Flisni zotëri, urdhroni. Flasim në fshati Gjyrali Elbasanit. Po? Edhe kemi problem me këtë smunën e lopëve. Po. Nuk na vinë mjekët ashtu. Po sikur u tha që do të janë kanë ardhur të gjitha vaksinat që do të shpërblehen ata që u prekën. Vaksinat kemi bërë. U tha që do të shpërblehen për ata që patën humbje në lopë. Po deri tani nuk na kanë thënë gjë fare. Vaksinat i keni bërë të paktën. Vaksinat kemi bërë, po lopët janë strirë. Akoma nuk janë të kështu. Po. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni dhe ju shqetësimin tuaj. Urdhroni. Shfrytëzojmë dhe këto 3 minuta që kemi për ditën e sotme. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, urdhroni.
Ju lutem flisni. Mirëmëngjesi. Urdhroni. Desha të flasë çik për ato invalidët e punës që janë përjashtu nga paketa e famshme e Ramës. Pse nuk do të marrin invalidët e punës? Po si mas edhe gazetës Telegraf që lexuat ju. Po? U tha që nuk do të merren. Ndoshta duhet të shohim se si është vendimi në brendësi të gazetave, po? Edhe është e çuditshme sepse këta njerëz janë të fatkeq sepse ndoshta po në përgjithësi moshë të rreth është një pension i parakoshëm. Po, sigurisht. Kupton këta kanë edhe familje, kanë fëmijë të mitur të vegjël që pushojnë. Vërtet marrin 3000 lekë të reja, domethënë çdo muaj si ndihmë, sepse kanë siç thash edhe fëmijë, një pensionist mirë ka bërë që kanë thënë po, pensionisti ka marrë fëmijë, ka rriti, ka martuar. Ka domethënë detyrim më të paktë se sa një invalid, dhe kjo është diskriminatë për invalidin. Sot ishte edhe artikulli kryesor në gazetën Telegraf për këtë çështje, e shkruan vetë drejtori i gazetës. Bëri çuditje dhe sjellje e qeverisë ndaj invalidëve, po siç duket është bërë edhe kjo ndarje e paketës për vitin e ri me duke pat parasysh dhe fushatën dhe njerëzit që vinë, duke dhënë pensionistëve spegave të vjetra. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni shqetësimin tuaj. Urdhroni. Përshëndetje bashkim. Mirëmëngjes, urdhroni. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem flisni. Dosha me pyet se a ka parlament ky shteti jon? Po si s'ka dhe quhet kuvendi, po. Pse e bëni këtë pyetje? Unë për mendimin tim këtë nuk mund ta quajë kuvendi i Shqipërisë. Po si do ta quanit? Po bordella e Shqipërisë. Pse e keni këtë mendim? Këtu ndigjon qartë dush ti me ndigjue këtu i ndigjon. Dhe nga këto nuk ka asë një advetar. Sot shteti jon ka nevoj për advetar. Që të din të gjithë mirëqenjen e popullit. Shteti jon ka nevojë për advetar. Është mesazhi që vjen në telefonatën e fundit për ditën e sotme. Tani ftoj regjin të vazhdojë me informacione të tjera.